Ka një më shkruajnë që raporti aty është shumë i shpërfjestuar e asaj që ti more në zgjedhjet lokale me këto. Mos vallë zgjedhjet politike janë një gjë krejt tjetër e shkurtër fare kjo. Ka një ndryshim. Ne kemi marrë në zgjedhjet lokale, rezultati ynë në këto zgjedhje, në qarkun e Tiranës është midis rezultatit tim për kryetar bashkia dhe rezultatit të lëvizjes bashkë për Këshillin Bashkiak. Do të ne jemi rritur në raport me rezultatin e partisë në Këshillin Bashkiak Tiranës, por kemi rënë pak në raport me rezultatin tim si kandidat për kryetar bashkia. Rezultati si kandidat për kryetar bashkia është i ndryshëm nga rezultati i zgjedhjeve, sepse është komplet lojë tjetër politike. Unë si kandidat për kryetar bashkia kam pas 5 rivalë. Sot si kryetar partie, Lëvizja Bashkë ka pas 10 rivalë. Dhe ka pas rivalë për zgjedhje parlamentare. Të them një gjë tjetër është shumë e rëndësishme, besoj unë, tani është shumë e rëndësishme në një pikpamje tjetër, në një pikpamje të organizimit i një partie fare të re, Arlind. Mos keni bërë gabim, ju tani nuk jeni në parlament. A ka gjasa që Redi Muçi t'ia lëri mandatin. Them të drejtën shumë njerëzit kanë shkruar kanë votuar për Arlind Qiorin. Redi Muçi një djalë shumë i mirë, zotni, unë e kam pasur disa herë në studion time, por ndoshta ky është një gabim taktik i çuditshëm është pak si. Ndoshta është një gabim. Unë mendoj që është as gabim taktik, as gabim politik. Jo, gabim politik, jo, po taktik, unë mendoj që është sepse, ja, një sekund. Njerëzit, në lagjen ku kemi votuar ne, kishte shumë vota për ty, dhe 5. Realisht kishte shumë vota. Por, njerëzit shkone të votojnë aty për Arlind Qiorin. E them dhe një Redi, djali lartë shumë, por ka një problem të keqen. Si ka mos jetë deputet kryetari partisë, se nëse do punosh ti, do punosh 4 vjet tjera për të ardhur. Ta ndori Redi atje dhe ti çfarë do bësh? Do dalësh vish vërdall jashtë. Ti si kështu lider shpirtëror. Ti duhet të përfaqësohesh. Ja ta them. Se mund që duhet të përfaqësohesh. Ne po bëjmë analizën edhe me veten tonë, po pyetje shkurtër kam unë edhe publike. Një nga arsyet, kanë qenë shumë arsye pse unë s'kam qenë i pari në listën e Lëvizjes Bashkë. Një nga arsyet pse unë kam qenë i dyti në listën e Lëvizjes Bashkë, që ne ti motivoni maksimalisht simpatizuesit tanë që të votoni për Lëvizjen Bashkë. Sigurisht që kishte riskun e vet, siç mund të kishte avantazhet e veta. Dhe unë mendoj që në një situatë ku PS-ja mos harro ka marrë 83 mandate. Po të më pyesje mua përpara, sigur PS-ja të marrë 83 mandate, do fitoj në deputet Lëvizja Bashkë, do thoj asnjë tjetër s'ka për të fituar. Qose PS-ja mendoj unë do marrë 83 mandate, ne të ikim shtëpi. Sepse gjithë te mendonim që në rastin më të mirë do marrë 73 dhe i mbetëm kësaj. Shumë e rradh, prit një herë. Që thot, në këto kushte, ku PS-ja ka bërë nami me pushtet, me parametra. Në kushtet ku edhe rivalët tanë mes partive të reja ka pas 10 rafish më shumë para, 10 rafish më shumë forca materiale dhe hapësirë mediatike, ne kemi dalë me këmbë, me bicikletë, me çarçaf. Ma mbush mendjen. Me çarçaf të zgjedhin njerëzit kanë shkuar në votime në parlament. Dhe ti e merr votën, jo, ti e merr votën dhe prit. E çon te dikush tjetër. Përveç që nuk ka interes për këtë gjë. O zotëri. Palio arsyetimin deri në fund. Jo. Po do vim edhe ajo që. Po se kuptoj unë. Do vim edhe ajo që. Ylli ka drejt tu. Sepse duket sikur ti e ke bërë këtë se ke një kompleks, për të thënë njerëzve që unë s'dua pushtet dhe unë ja shikoj unë dali dyti. Nuk është vetëm kjo. Unë s'do ta kesh të kompleks. Nuk është vetëm kjo. Nuk është vetëm kjo, sepse e para edhe deja me pushtet nuk është gjë e mirë. Po pra, jo më deja se ti s'ke marr akoma. Nuk e marr akoma mo. Më lejo ta shtyj analizën. Marr akoma pushtet. Kur ne kemi marrë këtë vendim, kemi bërë një analizë politike sigurisht. Kemi parë faktorët pro kundër e kështu me radhë dhe kemi marrë këtë vendim. Dhe një parti serioze dhe një drejtues politik serioz i qëndron fjalës vetë, më kupton. Pra, ne kemi thënë që në ditë mirë dhe në ditë keqe, ne do i qëndrojmë asaj që kemi thënë, edhe sikur e gjithë bota tjetë kundër, ne do i qëndrojmë fjalës tonë se kjo është shumë e rëndësishme. E dyta, unë mendoj që Redi Muçi dhe të tjerë Lëvizjen Bashkë kanë jo vetëm i përgatitje intelektuale jashtëzakonisht mirë, por kanë dhe një talent politik. S'ka dyshim. Po prit. Po mos e vëmë. Mënyra se si ata do t'i realizojnë potencialet e veta është pikërisht kjo. Redi, po të mos ishte kandidati parë për Tiranën, ti nuk do të kishte ftuar në studio. E ftove për këtë arsye. Jo, unë e ftova sepse ai ka vlerë.
Dhe ai në studion tënde ka shkëlqyer. Do të marr një rast tjetër. Kandidata jonë e tretë për Tiranën, më dëgjoj. Kam dyshime për këtë punë. Më dëgjoj diçka tjetër. Por po të them që polarizimi në Shqipëri është i tillë që njerëzit shkuan në kutitë e votimit për të votuar Arlind Qorin. Fushatën elektorale, ja një sekond, fushatën elektorale të 11 majit, ne kemi një popull që është i orientuar të një polarizim total. Në fushatën e 11 majit dolën dy njerëz të cilët nga mëngjes deri në darkë u recitonin shqiptarëve Vjersha, Pralla, Barsaleta, çfarë duash ti? Antiteza e tyre jemi ne. Që s'bëjmë Barsaleta, që nuk shajmë njëri, po kurse tani jeta nuk është ajë gjatë. Jeta nuk është ajë gjatë. Struktura dhe mbeso diçka tjetër. Po të merr një shembull tjetër. Kandidati jonë e tretë për Tiranën, Bora Mema, ka pas 2-3 dalje televizive të jashtëzakonshme. Dhe është bërë e mundur kjo gjë, dhe njerëzit ta vlerësojnë për shkak se unë kam bërë një hap prapa, krahasuar me ta. Pra ky është një investim afatgjat lëvizjen bashkë, në mënyrë që ato talente politike, ata njerëz me potencial shumë të madh politik, që deri më sot nuk kanë pas mundësinë shprehen, sot do të kenë mundësinë shprehen. Dhe lëvizja bashkë të premtoj, prej shtatorit e tutje, nuk do të ketë vetëm një kal karroce, që kam qenë unë, do ketë 2 kuaj karroce. Publikisht. Pa do jem unë, se unë do vazhdoj të jem kryetari i partisë, derisa të më përzon anëtarët e partisë. Pa qofse nuk përzon anëtarët e partisë, unë do vazhdoj në këtë punë. Nuk përzon njeri anëtar partisë. Po edhe mundodh, pse në Partitë Demokratike, do t'i kishim vrarë këto që kemi. Partiti me organizim demokratik, s'është problem fare, mund ta përzon dhe kryetarin, nëse mendoj në anëtarësia që ke dështuar, dhe mirë bëjnë të përzon. Po them, nëse nuk ndodh kjo, unë do vazhdoj të jem kryetari i lëvizjes bashkë dhe do vazhdoj të jap kontributin tim me të gjitha forcat jashtë kuvendit, duke bërë gjithçka që kanë bërë deri më sot. Dhe Redi Muçi do bëj luftën tonë brenda kuvendit. Dhe ne do jemi. Do kemi 2 kuaj karroce që do të tërheqin fuqinë. Unë e shikoj si një handicap këtë. Për vetë personalisht kam një problem. Shumë njerëz e shikojnë si till. Do më jepi të drejtë nga shtatori e tutje, ju siguroj. Ja, të hapim kështu bisedën tani, që të kalojmë edhe te të ftuarit e tjerë. Tani Bushat, si konsideron në rezultatin e thellë që ka marrë Edi Rama? Pse ka ndodhur dhe çdo të thotë për vendin një mandat i 4 për Edi Ramën? Për mua s'kishte një surprizë, sepse isha i bindur që do kishte votime dhe jo zgjedhje. E ke thënë vazhdimisht. Dhe në një farë mënyre doli. Çfarë doli? Doli ajo që e pam që është ana e dukshme e icebergut dhe që është raporti paraprak JSB-e Odirit, i cili me gjuhë ashtu diplomatike thot zgjedhjen kushtet pa barabarta, intimidimi i administratës, blerje vote, media që ushqen me para publike. Pra, që këtu ti kupton që nuk flitet për asnjë mjedis demokratik të zhvillimit zgjedhje.